Detaje të reja janë zbardhur nga arrestimi i të shumë kërkuarit Ervin Mata nga autoritetet braziliane të hënën e 27 prillit, i dyshuar për përfshirje në trafikun ndërkombëtar të drogës. Sipas të dhënave zyrtare, Mata rezulton i pajisur me disa dokumente identifikimi të huaja, përfshirë pasaport bullgare me vlefshmëri deri më 8 tetor 2024, kartë identiteti bullgare të vlefshme deri në vitin 2029, si edhe një kartë identiteti paraguajane me vlefshmëri deri në vitin 2030, ku figuron me vendlindje në Mbretërinë e Bashkuar. Në disa regjistra, ai shfaqet edhe me emrin Christopher Mark Howie Duarte Vera, i lindur me 28 maj 1987. Policia e shtetit bëri të ditur se operacioni u finalizua në kuadër të fazës së re koduar The Wanted, si rezultati bashkëpunimit me Interpol dhe agjencitë ndërkombëtare ligjzbatuese. 39 vjeçari akuzohet se ka koordinuar aktivitetin e një grupi kriminal të përfshirë në trafikimin e rreth 240 kg kokain me shtrirje veprimtarie në Shqipëri, Amerikën e Jugut dhe Europë. Ai fshihej në Brazil duke përdorur dokumente identifikimi të falsifikuara britanike. Hetimet ndaj tij janë zhvilluar në kuadër të një procedimi të SPAK të vitit 2023 në bashkëpunim me Europol, Eurojust dhe disa agjenci të huaja. Gjykata e posaçme e kishte vendosur më herët ndaj tij masën arrest në burg për trafik droge dhe pjesëmarrje në organizat kriminale. Interpol Tirana po vijon koordinimin dhe procedurat me autoritetet braziliane për ekstradimin e tij në Shqipëri.